Hapat e nxënësve mbushin korridorin me dritë. Duart mbajnë lule për mësuesit që ndezin zemrat çdo ditë. Çdo hap, çdo buzëqeshje, thot faleminderit. Mësimi nuk është vetëm shkrim në dras, është prani. Është përkushtim i heshtur. Është dikush që mbjell dije çdo ditë dhe lë gjurmë që zgjasin gjithë jetën. Ata nuk kërkojnë duar trokitje, nuk kërkojnë asken, por kërkojnë vetëm një gjë, që nxënësit e tyre të ecin më larg se ata vetë. 7 marsi është dita kur themi faleminderit, por mirënjohja për mësuesit nuk mbyllet në një datë. Ajo jeton në çdo fjalë që dim, në çdo hap që hedhim, në çdo ëndër që marrim guxim ta ndjekim. Sepse drita që ata ndezin nuk shuhet me kohën. Ajo mbetet dhe ndriçon në secilin prej nesh.